Përshëndetje, kemi këtu me parashimin e datës 4, data 4 gusht 2026. Duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishëm, dita e 4 e muajit gusht, është dita e ndikimit të madh, sepse kemi qiron retrograd në Dem. Kjo do thotë se energjia, ndryshime, ndikime dhe mundësit. Qiron në Dem vazhdon të prek fort dhe ditën e parë të shenjave fikse, Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, sidomos ata që kanë ndikimet personale, mundësit, punën, karrierën dhe ndryshimet. Vjen për t'ju treguar se tani mund të menaxhoni gjërat më mirë dhe më qartë, duke mos pasur frikën që kishit, duke mos pasur problemet të së shkuarës dhe filloni diçka të re, pra ndikimi i mundësive. Dielli në Luan dhe Jupiteri në Luan vazhdojnë të rrisin energjinë tuaj, mundësin, domosdoshmërinë, anën e pozicionit të planeteve, mundësive të arta, dhe kjo do thotë për të marrë vendime të rëndësishme dhe çështje ekonomike, sepse për marrëveshje dhe nënshkrime dita mund të përdoret vetëm nëse gjithçka është e kontrolluar dhe blerjet e mëdha, sidomos shenjat e tokës kanë ndikim shumë të mirë për blerje shtëpi, gjëra të rëndësishme, kërkohet kujdes, por ajo çka juve jeni të sigurt, të gatshëm, nuk ka vend për t'u shqetësuar. Tani, para se të fillojmë me parashimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë në kërkim të parashimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që ju kërkoni dhe dëshironi, duke bler paketën tuaj ose diçka që ju dëshironi dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje mund të dërgoni mesazhin dhe jeni gati për të dërguar dhe për të folur bashkë në WhatsApp dhe në Viber. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, duket se koha ka treguar që jeni me fat dhe ndikimet më të mira që kanë të bëjnë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe me ndryshimet që kanë të bëjnë tani e tutje. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë e munguar, sepse këtu lidhet shumë me dashurinë, duket se lidhjet afatgjat, do thotë me peshore dhe me bricjap të dhjetëçit parë, por gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë me një njohje të këtyre lidhjeve serioze, ose një ndikim shumë të mirë është me gafore të dhjetëçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese për gjëra që ndikojnë dhe diktojnë, kjo do thotë shenja e Demit. Për ju të shenjës së Demit, duket se kjo ditë është një ditë që kërkon vëmendje, kohë, sepse kemi Kiron në shenjën tuaj, ku është në retrograd, ku na ndihmon për gjëra të rëndësishme dhe na rikujton të shkuarën e largët. Por gjithsesi është një ditë që është mjaft ndikuese dhe mundësi të tjera që duhet të t'i rregulloni, t'i stabilizoni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Ujor janë të mbara, por një vëmendje me luantë dhe diçka të tretë, sepse sidomos mbas ditja ka diçka për t'ju thënë. Shikojeni, sidomos me luan, ka diçka shumë të madhe për stabilizim. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se tani për tani është një nga periudhat pozitive, do thosha unë, edhe pse me ndryshimet e veta, edhe pse me kuptimin e punës, të karrierës dhe të gjërave të tjera që do të kenë tani tutje, nuk ka vend për t'u shqetësuar, por për të kuptuar dhe diktuar disa probleme që keni pasur, sepse binjakët nga njëra anë ndikojnë shumë dhe kanë dhe momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e tyre. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dashtë dhe diçit të parë, me luantë dhe diçit të tretë. Me luantë dhe diçit të tretë, edhe pse kanë pasur probleme të mbartura nga e kaluara, por kjo nuk do të thotë se është problem, nuk do të thotë se nuk zgjidhen çështje problematike. Zgjidhen që ç'ke me të, sepse është koha, është edhe momenti i duhur për të bërë ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme.
por gjithashtu koha tregon që me kalimin e kohës disa gjëra janë mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme për vazhdimsi. Në çështjet e dashurisë duket se kjo periudhë është mjaft e mirë e artë për zhvillime, sidomos në dashuri me peshore dhe me dashur të ediciit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Përsa përket gaforeve, meqense gaforeve duket se tani e tutje është një mundësi, një ndikim shumë i madh përsa përket anës ekonomike, përsa përket punës dhe ndryshimeve të karrierës dhe të gjërave të tjera. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashur të ediciit të parë, me peshorët e ediciit të tretë, ka diçka shumë të madhe, por një vëmendje do të bëni me shikjetarët të ediciit të parë, sepse ka diçka shumë të madhe për gaforet, do të thojon. Është një kohë përcaktuese dhe rrezatuese për vazhdimsinë, karrierën dhe ndryshimin. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, meqense luanët duket se në këtë ditë është një ditë mjaft e rëndësishme, data 4, ku vlerësimet personale kërkojnë maturi dhe ndikim, sepse duke pasur parasysh jo se keni pasur probleme juve ose keni diçka që nuk shkon, por është diçka shumë e rëndësishme mbi takimet, bisedimet, çështjet e rëndësishme që vijnë drejt jush, por njëkohësisht ka dhe me mënyrën, mundësinë, kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të ediciit të parë, me ujor të ediciit të tretë, ku është një mundësi, një kohë dhe një vazhdimsi e artë mbi ndryshimet dhe takimet. Luanët vetiu kanë atë mundësinë, kanë kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin janë të mbara, por me dashurinë, me ujor dhe me dëm është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat do duket se sado që gjërat janë në anën tuaj, edhe pse një problem i vogël i mbartur do të thosha nga e kaluara, por duket se për juve është edhe koha tani për marrje vendimesh të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e punës. Një mundësi e artë, një kohë e përshtatshme për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike dhe në ndryshimet që do të keni. Por virgjëreshat në fushën e punës kanë një rritje në detyrë, sado që problem, sado që kanë pasur çështje të lëna pezull, vjen një moment tani mjaft pozitiv dhe korrekt nga ana juaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe me brisap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Përsa përket shenjës së peshoreve, meqense peshoret kanë ndryshimin e madh dhe vërtetësinë e tyre. Një momentet më të arta për peshoret janë studimet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë. Koha për kushtimi që vjen drejt jush është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues dhe i rëndësishëm për punën, për karrierën dhe për ekonominë. Në çështjet e anës shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luan, me binjak janë perfekte, me ujor është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akripëve. Akripi është një nga shenjat më me ndikim në këtë ditë, sepse lëvizjet, mundësitë, periudha, ndryshimi, koha, vazhdimësia vinë në anën tuaj më të mirë të mundshme. Duke pasur parasysh, edhe pse një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese, është në anën tuaj, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe mbi stabilizimin ekonomik financiar, mbi takimet dhe bisedimet dhe kohën më të mirë të mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e ediciit të parë, me peshkët e ediciit të tretë, përgatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se kjo periudhë është një nga periudhat që studiojnë, rregullojnë, startojnë lidhje me ekonominë, lidhje me punën dhe karrierën. Është një moment shumë i mbar mbi takimet dhe bisedimet të rëndësishme që vijnë drejt jush. Është një kohë shumë e mirë e përshtatshme për stabilizimin dhe çështjet korrekte, kurse dhjedici i tretë lidhet shumë me dashurinë e munguar. Kjo do thotë me
me shigjetar të dhjetit tret, me peshk dhe me virgëresh të dhjetit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e bricjave. Përsa përket bricjave duket se tani e tutje janë mjaft të ndikuar dhe kanë një mundësi, një kohë shumë të përshtatshme mbi ato ekonomike dhe stabilizimin e saj. Duket gjithashtu që edhe pse me disa probleme, me disa çështje të lëna pezull, një moment mjaft i artë, një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi stabilizimin dhe çështjet korrekte. Korrekte nga ana juaj, korrekte nga puna, sepse kjo është një nga periudhat më të mira të mundshme dhe më të vyerat, por koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në vazhdimsi, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetit të parë, me dëmt e dhjetit tret, duket se është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Meqense ujorët nga një ranë diktojnë dhe nxitojnë për të arritur në finish, sepse është koha e tyre një nga momentet më të arta, më të vyerat për ekonominë, stabilizimin dhe një punë të re që ta e presin për të realizuar dhe është e mundur të ndodhi. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për një mijë arsye, sepse kjo periudhë është një periudhat më të mira, më të arta të qenë ndonjëherë. Por në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet me ndryshimin, lidhjet me vendimin, lidhjet me karrierën sidomos, është një moment shumë pozitiv. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë me një punë të re, është e mundur kjo dhe vazhdimësia, duke se me një kontratë ose lënë për gjysmë ose nuk është realizuar më përpara, duke se tani e tutje është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me gafore duke të mbara, një vëmendje do të bëni me dëm të dhjetit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Përsa përket peshqive, meqense peshqit të duket se tani e tutje, sado që mbartin shumë punë, mbartin shumë rreziqe nga ekonomia, nga problemet që kemi pasur, por momenti që vjen tani është nga momentet më të mira, më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse stabilizojnë anën ekonomike të tyre, stabilizojnë një moment, një problem që kanë pasur para disa kohëve, por vjen dhe momenti i shumë pritur ekonomiko-financiar, një moment që është mjaft ndikues, rrezatues mbi ndryshimet, mbi vendimet që merren dhe periudha që juve keni tani në tutje. Meqense një nga mundësitë më të arta, koha dhe ndryshimi më i madh që bëhet tani, është një nga kohrat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse puna, stabilizimi i saj dhe ekonomia është në plan të parë. Gjithashtu, peshqit kanë disa mundësi që ata e nisin, i bëtisin dhe periudha ndikohet tani e tutje për anën ekonomike financiare në lidhje me disa ndryshime dhe vendime që do të keni, por megjithatë, edhe pse një problem i vogël që keni pasur para disa kohëve, duket se e sillni pikërisht tani. Në fushën e dashurisë, duket se juve të shenjës së peshqive keni pasur një lidhje me virgjëresh, por është shkatruar për një arsye apo për tjetrën, me shigjetar debatet që keni pasur përsëri rregullohet se është tani koha, kurse me binjak është një nga mundësitë dhe kohën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse duke pasur parasysh edhe periudhën, por edhe momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet që juve ju takon. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht datës 4 gusht 2026. Por para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, por gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz që shkon atje, atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjithçka ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës së blerjes, jeni gati për të dërguar emailin tek sekretaria dhe flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Nga Unë Pulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirat.